Kuvendi komunal ka shfuqizuar sot planin zhvillimor komunal pasi kryetari Agim Aliu ka dorëzuar kërkesën e Imri Halitit, qytetarit Ferizajas, të cilit me 28 janar gjykata e apelit ja vullosi verdiktin e gjykatës themelore të Prishtinës se PZK-ja 2017 ishte aprovuar kundërligjshëm. Por koalicioni PDK së Aliut me AK-n dhe partitë e tjera të vogla në kuvend ka siguruar edhe mbështetjen e disa kuvendarëve të vetvendosjes në opozitë që në mënyrë kundërthënëse në të njëjtin vendim, pra të shfuqizimit, të përfshi edhe lënien e një dere hapur që të shqyrtohen kërkesat për leje ndërtimore qytetarëve dhe ndërtuesve që tashmë i kanë nisur procedurat në drejtorinë e urbanizmit. Propozimi për shqyrtimin e aplikimeve në procedurë ka bërë kuvendari i vetvendosjes Amir Rexhepi, mirë po askush në sallë nuk e sqaroi bazën ligjore të këtij propozimi, i cili u votua në pako me shfuqizimin e PZK-s. Unë propozoj që palët të cilat i kanë përfunduar gjitha procedurat, i kanë përfunduar dhe pagesat, domthonë ne si kuvend të marrim një vendim, domthonë edhe të pajisim edhe ato kërkesat cilat janë në proces. Plani zhvillimor komunal është dokument i rëndësishëm që përcakton zonat dhe fushat e zhvillimit të qytetit. Për PZK-n para drejtësisë ka dalë ish drejtori i urbanizmit Faik Rainca, në kohën e të cilit LDK-ja e ish kryetarit Muharrem Sfarqa, me votat vendimtare të PDK-s në opozitë, e kishte aprovuar njërin prej dokumenteve më të rëndësishme komunale. Komuna deri tani kishte ngulmuar se gjykata nuk kishte rrëzuar krejt planin e aprovuar atëherë dhe në Ministrinë e Mjedisit, duke thënë se leja ndërtimore i ka bazuar në ligjin për ndërtim dhe se PZK-s i referohej vetëm për destinimin e tokës. Vendimi kundërthënës i kuvendit sot e ka habitur edhe qytetarin Imri Haliti, i cili e ka përcjell seancën e sotme për votimin e kërkesës së tij të mbështetur me urdhër gjyqësor. Ai ka ngritur dyshime se kuvendi dhe ekzekutivi po krijojnë mjegull te qytetarët me qëllim që të fshehin shkeljet ligjore. Është interesant që tash ky plan zhvillimor komunal ka rezultu, do me thonë, bi bazën e dokumentave të kundërligjshme, të falsifikuara, janë procese gjyqësore, janë aktakuzat të ngritura, dhe tash ndodh sikur asgjë s'ka ndodhur, vetëm pe aludojmë dhe nuk i kemi përgjegjësi. Një bishtim nga ona e kryesuesit që me qëllim jep një deklarim të rrem, thotë nuk kemi çuar na, PZK-ja nuk është bazë që lëshojmë leje të ndërtimorit. Është hera e dytë që kuvendi si vjet vendos për këmbimin e pronave me koeficient ndërtimi ose për procedimin e kërkesave për leje ndërtimore, edhe pas shfuqizimit të PZK-s nga gjykata dhe vet kuvendi. Edhe Shefki Berisha nga organizata Avonet ka thënë se ligji i pushtetit lokal nuk ja lejon kuvendit të vendosë për leje ndërtimore. Që ta vënë në vëmendje të publikut dhe në vëmendje të gjithë neve që planet rregulluese urbane, sipas vendimeve të gjykatave, janë planet të cilat kanë qenë në fuqi dhe gjitha vendimet e lejeve ndërtimore të cilat janë bazuar në planin zhvillimor komunal janë të kundërligjshme. E shtrohet pyetja pse janë të kundërligjshme, për faktin se plani zhvillimor komunal nuk është kategori e njëjtë me planin rregullues urban dhe se hyrja në fuqi në vitin 2017 e planit zhvillimor komunal nuk i ka shfuqizuar planet rregulluese urbane. Për vendimin e shfuqizimit të PZK-s duke përfshirë brenda tij edhe shqyrtimin e kërkesave të ndërtuesve dhe qytetarëve që ende nuk u janë dhënë përgjigjet përfundimtare, e kanë mbrojtur edhe PDK-ja dhe AK-ja në koalicion. Edhe që ky vendim i gjykatës është absolutisht i padrejt, absolutisht i pavlerë, nuk mund të ndryshoj asgjë për të ardhmen, sepse zhvillimet që kanë ndodhur për 8 vjet nuk mund t'i rikthej asnjë gjykatë. Vendimi nuk është vendim individual, vendimi është i komunës, i kuvendit komunës. Në fakt, i miratum në ministri, nëse ka pas shkelje ligjore që gjykata o thirr dikun, atëherë përgjegjësinë ka ministria, se ka ky kuvend. Ne si PDK nuk bartemi asnjë përgjegjësi rreth situatës së krijuar rreth këtij dokumenti. Ne në kohën që është aprovuar ky plan zhvillimor komunal, domthonë kemi qenë kundër. Ne kemi tentuar me imponu ndryshime në fillim të mandatit parë, e dinë gjithë që kemi bërë disa ndryshime sa i përket lokacionit spitalit, varrezave të qytetit, stacioni autobusëve, kemi tentuar edhe me rishiku, do thotë këtë PZK, mirë po me ndryshimet e qeverisë në nivel qendror është bllokuar çdo iniciativë për me imponu çfarë do ndryshimin këtë dokument dhe patjetër që pastaj është dashur me respektu në formën si kemi gjetë. Ndryshe prej bashkëpartijakut Amir Rexhepi, mendon shefi i grupit të tij parlamentar Brahim Osmani. Nga këtu mbështet prokurorin që ti kontrolloj të gjitha lejet që janë kundërligjshëm për shkak të degradimit të shtetit, për shkak se i vetmi qyteti është që ka humbur. Ndërsa ka njerëz të cilët kanë përfituar nga ky plan zhvillimor komunal
dhe është arsye vetme pse nuk është ndryshuar dhe pse nuk është fuqizuar ky plazh vendimor komunal. Flamuri Strefi nga LDK-ja ka thënë se duhet të shqyrtohen të gjitha lejet që janë dhënë deri tani, për shkak se gjykata ka rrëzuar retroaktivisht të gjitha lejet e bazuara në PZK. Duhet të thënë që kjo PZK cilën po anulojmë sot, realisht nuk është marrë asnjëherë seriozisht nga ky pushtet, as nga pushtetet e kaluara. Sa ka ndashur që ti ikin përgjithësisht janë thirrë në PZK në fakt për mosdhënie të lejeve, përcime të lejeve ose ku ka ndashur të japë lejen e thirrë në ligjin e ndërtimit. Jo serioziteti është vetëm ato që tha kolegu im tek harta zonale të cilat kanë qenë të obliguara të kryejnë brenda 9 muajve apo bën 9 vite që nuk janë përfunduar. Po më rëndësishme me PZK, pa PZK realisht ka ndodhur një kaos në këtë qytet, ka ndodhur një degradim, mund të ikin, mund të themi që jo, por ka ndodhur, faktet janë, kemi edhe gjykime të gjykatave të cilat kanë dhënë shembull që ka ndërtime që nuk ndoshta me ligj. Halithi është gënjur me mungesën e debatit të mirëfillt në Kuvendin Komunal për njërin prej çështjeve më të rëndësishme të kësaj legjislature. Ajo se çka ka ndodhur me PZK. Do të thonë po flas direkt që qytetori me kuptu. Planet rregulluese urbane, të cilat kanë qenë në fuqi dhe vazhdojnë edhe sot të mbesen në fuqi, koeficienti ka qenë 2.6. Kurse tash me plan zhvillimor komunal, atë që tha kryesuesi, na nuk kena lëshu leje duke u bazuar në PZK, një gjë të pavërtet, ato kanë thonë se është fuqizuar planet rregulluese urbane, një gjë të pavërtet dhe kanë shfrytzuar vakumin. E morëm shembull, nëse një qytetar ka 10 orë tokë, koeficientin e ka 2.6, që i bën 2600 metra katror. Këto kanë shku, to sipas këtë dhe ashtu edhe po del edhe në rishkur qyshe tjetër, kanë shku i kanë thonë, po don ti me ndërtu në 10 orë, shembull, një ndërtesë, ku koeficientin e ki me ligj edhe me plan rregullues urban 2.6 që i bën 2600 metra katror, apo po dën ti me koeficient më talshu në emën të PZK-s 5 ose 6 që i bën 5000 metra katror, që do të thonë 2000 ose 3000 metra që kur ta shndrojmë do të thonë në vlerë monetare që i bën diku 2 milion euro për fitim të kundërligjshëm, edhe aty mundi me pas do të thonë ju mundi me ditë se çka ka ndodhur kur dikujt i ofron që të ndërtojë një ndërtesë të kundërligjshme në vlerë 2 milion, 3 milion, apo mbarësisht koeficientës që kanë dhënë, dhe aty mund ta kuptojmë se për çfarë pazore bëhet fjalë. Dhe është shumë habitse se si nuk u vën plani zhvillimor, pe aprovum, pe anulojm, këtë se nuk ka ndodhur kurrë dhe asnjë dokument tjetër nuk besoj që ka pas më me rëndësi se plani zhvillimor komunal, që këto vitet e fundit janë thirrë dhe kanë bërë degradime deri tash në qytetin e Ferizajt. Berisha nga Avonet ka thënë se të gjithë qytetarët që mendojnë se janë dëmtuar prej ndërtimeve të larta të bazuara në PZK, mund ta padisin komunën dhe të kërkojnë kompensim. PZK-s është fuqizuar i skadonte afatin e shtator dhe komuna tashmë kishte nisur procedurat për hartimin e PZK-s së re 8 vjeçare.